2 të rinj mbetën të vrarë gjatë natës pas një konflikti me armëzjarje pranë një pike karburanti në Manës të Durrësit. 33 vjeçari Flori Paluçi ka vrarë me armë zjarri 23 vjeçarin Aranit Kurti. Më pas ndaj Paluçit ka qelluar një 21 vjeçar Daniel Pepa, duke lënë të vdekur. Ky fundi është shpallur në kërkim. Njëri prej viktimave dhe një tjetër kanë shkuar në ambientet e lokalit që ndodhi pranë në pikën e karburantit, duke kërkuar kamerierit një kafe, por ky fundi u ka thënë se ekspresi është i fikur. Një tjetër që ka qenë lokal është i ndinjuar pasi personat kanë pasur debat me kamerierin fillimisht se pse nuk u bënte kafen. Kamerierin nuk është as viktim dhe as i plagosur në konflikt, më pas këtu ka nisur konflikti ku kanë humbur jetën 2 të rinj që kanë qelluar me armë zjarri. Pra një 30 vjeçar ka vrarë një 23 vjeçar dhe më pas një 21 vjeçar ka ekzekutuar 33 vjeçarin. Grushti dështuar i shtetit i 14 shtatorit vitit 1998, i udhëhequr nga Sali Berisha në atë kohë kryetari i PD-s, i mbetur në memorie si përpjekje armatosur për përmbysjen me dhunë të pushtetit, tashmë ka përfunduar në dorën e SPAK. Një kallëzim penal është depozituar më 15 tetor në prokurorinë e posaçme nga avokati Dajit Beshiri, që akuzon Berishën dhe 9 të tjerë për 4 vepra penale nga kryengritja armatosur deri tek organizatë kriminale. Sot udhëheqësit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor do takohen me zyrtar britanik dhe evropian në Londër në kuadër të samitit të procesit Berlinit. Në fokus janë çështjet e sigurisë, zhvillimit ekonomik dhe migrimit. Udhëheqësit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor do të nënshkruajnë deklaratat përbashkëta për tregun rajonal, bashkëpunimin energjetik. Qëllimi është që të rritet bashkëpunimi rajonal, të mbështetet zhvillimi ekonomik dhe të përshpejtohet përpjekja për një afrim më të ngushtë europian në Ballkanin Perëndimor. Kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet në Londër që prej ditës djeshme, mesazhet i ka qarta për sfidat globale në të cilat gjendet Europa. I ftuar në një prej forumeve më prestigjioze të sigurisë dhe politikave globale, Rama apeloi për më shumë kthjelltësi në një kohë kur bota përballet me sfida shumë kërcënuese. Përparimin e Shqipërisë drejt BE-s, Rama nuk e sheh vetëm si rezultat të vullnetit pozitiv nga ana e Brukselit, por si një shenjë i qartë përparimi nga vendi ynë, pa nguruar thotë se Shqipëria po ecën edhe më shpejt se Europa. Për herë të tretë brenda vitit, qeveria ka rishikuar përmes një akti normativ buxhetin e shtetit për këtë vit, pra për 2025, duke rritur ndjeshëm fondin e parashikuar për bonusin e fundvitit për pensionistët nga 37 në 97 milion euro, pra duke e 2.5 fishuar. Tjetër mbështetje për Alp Control pas bllokimit të llogarive i jepen 30 milion euro.